400 libra në gjuhën italiane ju shtuan fondit të bibliotekës së shkollës së mesme Leonik Tomeo. Botimet ishin dhuratë e Rotary e Club Durrës 24 dhe italianit Giuseppe Laterza, nga shtëpia botuese me të njëjtin emër. Me këtë rast në ambientet e bibliotekës u zhvillua një ceremoni e veçantë, e cila kishte të ftuar nderi kryetarin e Bashkisë së Barit Vito Lecese. Drejtori i shkollës Tomora Galliu gjatë fjalës së rastit falenderoi të gjithë të pranishmit për pjesëmarrjen dhe i njohu me një historik të shkurtër të kësaj shkolle dhe figurës së nderuar, emrin e të cilit ajo mban. Ndërsa drejtoresha ZVA Durrës Amarilda Thërmia vlerësoi maksimalisht të donacion dhe falenderoi anëtarët e Rotary e Club Durrës 24 për mbështetjen e vazhdueshme. Klubi Rotarian ishte i gatshëm ta pasuronte këtë bibliotekë. Unë shpresoj që në bashkëpunime të vazhdueshme të jemi përsëri bashkë. Për kryetarin e Bashkisë së Barit, lidhja kulturore mes vendeve forcon më shumë lidhje diplomatike dhe ato ndërkufitare. Dhe pikërisht kësaj ideje i shërbeu dhe takimi i sotëm. Fal bashkëpunimit që startoi vitin e ardhshëm do të bëhet realitet një vizitë në Bari e një delegacioni mësuesit dhe nxënësish nga kjo shkollë në kryeqendrën pulieze. Në mesin e viteve 90 kam njohur një intelektual shqiptar, regjizorin Pirro Milkani. Gjatë viteve të vështira për ju, 1997 dhe 1998, së bashku me Pirron, iniciuam bashkëpunimin Ura e librave mes Barit dhe Shqipërisë. Sepse mendonim që përmes kulturës të gjithë mund të komunikonim më shumë me njëri tjetrin. Kultura thyen kufinjt dhe ndasit, dhe kjo krijon ura komunikimi. Ne sot jemi dëshmitar të një durimi që miqta nga Bari bëjnë për shkollën tuaj një fond librash dhe ju e pa se si kryetari i Bashkisë së Barit ftoi studentët për një shkollë verore verën e ardhshme në Bari. Rotary qëndron pikërisht për të bërë të tilla vepra të mira, për të ndërtuar ura mes popujve, sidomos me Italinë që ne jemi miq të vjetër dhe do mbetemi të tillë. Donacioni i sotëm i librave nuk përfundon këtu, sepse në të ardhmen kopje të botimeve që do të nxjerrë në treg shtëpia botuese italiane do të mbërrinë në adresën e shkollës Leonik Tomeo për të vazhduar pasurimin e bibliotekës shkollore.